gjithve. Më bëhe zemra mal që ju shikoj kështu bashkë. Ju shikoj qytetari. Dhe jo badakshin komedian që nuk qesh njeri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoj regjimi, kur menduam se ndryshoj regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis. Po ne nuk bëhemi pis. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shisja shpirti i shejtanit. Dhe nuk kam për t'ja shitur shpirti i shejtanit. As kur kisha pozita, as sot që kam pozitat e mia, me djershën time, me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Kënyshët e Ramiz Alis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Kënyshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Më falni për revoltën, po dhe unë jam i revoltuar para ju. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi Europian. Jemi Europian në gen. Sot merren me kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë e kam në emër, fjalën gen e keni të gjithë ju në emër. Ne jemi geni Europës. Ne nuk jemi të shitur. Këta ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e deri te ky Pisha. Ky Karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit i thon fëmijëve mos flisni. Po nuk folën me kush do flasim. Kush do flasim? Ne do të flasim. Edhe njerë më falni për nervin, ju duat të gjithve. Qëndroni bashkë. Liderët e rinë do dalin, janë midis jush. Nuk janë të trashëguar nga sistemi i para 90-s. Faleminderit.